Shqipëria është një hap më pranë BE-s, duke hapur sot dhe negociatat për grup kapitullin e agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Konferenca e 6 ndërqeveritare u mbajt në Bruksel dhe u bashkëdrejtua nga kryeministri Edi Rama dhe ministre daneze për çështjet europiane Maria Bjerre, ndërsa e pranishme ishte dhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos. Me mbajtjen e konferencës së 6 ndërqeveritare, vendi ynë nis zyrtarisht negociatat për 4 kapituj: politika transportit, energjia, rrjetet transeuropiane dhe mjedisi, si dhe ndryshimet klimatike. Kos ka vlerësuar ritmin e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s, duke thënë se nëse vendi ecën me këtë shpejtësi, hap të gjithë kapitujt brenda aktiviti. Këta 4 kapituj shtojnë 24 të tjerëve të hapur brenda më pak se një viti, ritëm që kryeministri Rama e ka cilësuar si rekord absolut në historinë e negociatave. Deri tani Shqipëria ka çelur 5 nga 6 grup kapitujt kryesor: themeloret, marrëdhëniet me jashtë, tregun e brendshëm dhe konkurrueshmërinë me rritjen gjithëpërfshirëse, agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Konferenca e ardhshme ndërqeveritare planifikuar më 2 tetor do të përqendrohet tek grup kapitulli i fundit, bujqësia dhe kohezioni. BE është shprehur optimist se Shqipëria mund të realizojë integrimin e plot deri në vitin 2030, ndërsa kryeministri Rama ka shpallur antarësimin në Union, prioritet të mandatit të tij të 4 qeverisës.